Përgjithsisht diskutimet e bëra në seancë plenare, më është bashkuar në studio kreu lëvizjes bashkë Arlind Qori. Përshëndetje Kënaqësi. Mirëmbrëma. Kënaqësi kem program, ndërsa po e nis më një herë edhe me një çështje që padyshim duket që ka marrë një lloj vëmendje të shtuar edhe me të drejtë, ndoshta që është rasti i gjykimit që po bëhet në Hag për ish-karrierët e UÇK-s, ndërsa sot me 92 vota pro, Kuvendi ka miratuar deklaratën e përbashkët. Është ky momenti për të qenë që me sa duket edhe parlamentet janë treguar, po themi, të bashkuar, po tej saj, tej politikës lokale, është koha për një reagim të tillë? Pa diskutim, domethënë. Sigurisht, rezultatet e Kuvendit të Shqipërisë kanë natyrë simbolike, sepse asnjë faktor brenda Shqipërisë nuk mund ndikojë vendimin e gjykatës për krerjen e UÇK-s. Gjithsesi, paktën unë jam këtu për të dhënë qëndrimin e lëvizjes bashkë ndaj kësaj çështje. Dhe unë e konsideroj, dhe ne gjithë lëvizjen bashkë e konsiderojmë gjyqin ndaj drejtuesve të luftës UÇK-s si tërësisht pa drejtë edhe me karakter antihistorik, sepse në fakt nuk njeh një gjyq i tillë karakterin shqirimtar të luftës Kosovës. Është një mënyrë për të barazuar viktimat me agresorët, ata që kanë mësuar nga shtypja, kolonizimi, pushtimi, genocidi e gjithçka tjetër me kryerësit e këtyre veprimeve kriminale. Qofse ne do ishim një kohë tjetër, një gjykatë e tillë, imagjinoni sikur një gjykatë e tillë të vendosej mbas luftës së dytë botërore, në vend që të çonte krerët nazist përpara gjyqit, do të çonte përveç se edhe fitimtarët, ata që përfaqësues të fuqive të mëdha, po imagjinoni sa absurde do ishte sikur në gjyqin e Nurembergut përfundonin edhe krerët e rezistencës antifashiste, shqiptare, italiane, franceze e kështu me radhë. Është e njëjta logjik, po frika ime është që në dekadat e fundit ka humbur çik edhe ndërkombëtarisht kjo ideja e justifikimit moral të një lufte sqlirimtare, të një lufte që ka karakter antikolonialist, antifashist e kështu me radhë. Kështu që në një kushtëzim tillë edhe gjeopolitik edhe ideologjik, pastaj arrim deri në këto absurditete që drejtuesit politik dhe ushtarak të një lufte që unë besoj përveç se na bën nder ne si shqiptar, lufta sqlirimtare e Kosovës është edhe një ndër shembujt më të mirë të një lufte morale sqlirimtare, që është brenda kontekstit të luftrave sqlirimtare dhe antikolonialiste të shumë popujve në shekullin e 20. Pra ato çfarë kanë bërë shqiptarët e Kosovës në fund të shekullit 20, në mënyra të ndryshme, sigurisht në varësi të kontekstit kanë bërë dhe popuj tjerë, dhe ata popuj e kanë nderuar veten, edhe kështu edhe populli shqiptar i Kosovës e kanë nderuar veten, dhe prandaj mua më vjen keq shumë që në këtë kontekst drejtuesit politik të ushtrisë sqlirimtare të Kosovës dhe ushtarakët e ushtrisë sqlirimtare të Kosovës duhet akuzohen në mënyrë të tillë. Unë uroj shumë që dalin të pafajshëm, dhe kjo të jetë thjesht një ëndër e keqe, domethënë. Mund të bënim diçka ndryshe si shtet? Pra, mund të ndoshta të rreshtoheshim, ndoshta jo vetëm me fjalën, por këtu doja dilja, sepse me sa kujtoj kur një gjykatë e tillë është miratuar në Kuvendin e Kosovës, për ironi të fatit, një nga promovuesit e votimit kësaj gjykate ka qenë edhe Hashim Thaçi me Kadri Veseli, mos gaboj, nuk e mbaj mend për Jakub Krasniqin, i cili ka qenë qendrimi i tij aso kohë. Po mbaj mend po ashtu që Edi Rama ka qenë përkrahas i zjarrit dhe ka shkuar mos gaboj në Kosovë që të ushtroj presionin e vet si kryeministri i Shqipërisë që një gjykatë e tillë të miratohej. Kështu që atëherë kur duhej të bëhej gjëja e duhur, Edi Rama sjell si Queensling, sepse thjesht ka përçuar në Kosovë presionin që i vinte nga ndërkombëtarët. Sot mbas Pilafit bëhet patriot. Atëherë kur duhej vepruar, atëherë kur mos harroni që aso kohë shoqëria e Kosovës organizonte protesta kundër kësaj gjykate. Mos gaboj, ishin të nisura nga lëvizja vetëndosje aso kohë në opozitë. Edi Rama dhe shteti shqiptar në vend që të ishte në krah të kësaj përpjekje që e demaskonte karakterin, si thash, antihistorik të një gjykate të tillë, në ditën që duhej bërë patrioti, Edi Rama bënte Quislingun. Sot që praktikisht Shqipëria nuk ka asgjë dorë. Sot janë bërë gjithë patriot, ti shohësh fjalimet, a thua se po e mposhtin për zdyti Serbinë, këta trimat tanë, po këta janë trimat e paqes. Dikur kishin trimat e luftës, që kishin heroizmin e tyre, sakrificët e tyre, tani kemi trimat e paqes. Dhe këta trimat e paqes janë edhe, është edhe paradoksale, këta janë dhe në përditshmërinë e tyre janë dhe hajdut.